Vuani nga pagjumësia, ja receta me 2 përbërës që u vendos në gjumë për 30 sekonda. Para se të flini gjumë, fusni në gjuhën tuaj pak mjalt të përzier me krip Himalaje, dhe kur të zgjoheni në mëngjes, do të ndiheni gjithashtu më të çlodhur. Kjo krip është veçanërisht e mirë në ndihmën e trupit kur bëhet fjala edhe kundër komplikacioneve të ndryshme, duke lehtësuar situatën dhe duke përmirësuar më mirë gjendjen tuaj. Gjithashtu ndihmon në rregullimin e serotoninës, e cila është shumë e rëndësishme në luftën kundër depresionit. Serotonina është një kimikat neurotransmetues, e cila do të rregullojë gjithashtu edhe kontraktimin e muskujve, rregullon temperaturat e trupit, apetitin dhe dhimbjen. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë dhe drejtohet edhe në një sjellje më të mirë të shëndetit në shtypjen e gjakut dhe në frymëmarrje. Kur balanca e serotoninës në trup është e çrregulluar, shkakton depresion dhe çrregullime të tjera të sjelljes, për shembull, edhe çrregullime të ndryshme të gjumit. Këto hormone e quajnë edhe hormoni i gjumit. Ajo drejton orën tonë biologjike, por edhe tajitjet edhe shumë në mbrëmje edhe gjatë natës. Kur arrin në mëngjes, prodhimi i melatoninës zvogëlohet edhe ne zgjohemi. Veç kësaj, melatonina mbron trupin ton nga radikalet e lira edhe nga sëmundjet kardiovaskulare, ngadalëson plakjen sepse rinon qelizat tona dhe zvogëlon shanset për zhvillimin e sëmundjeve që kanë të bëjnë me plakjen. Pra, kur plakemi, trupi ynë gjendet edhe në më shumë probleme me gjumin. Sidomos të moshuarit, problemet e gjumit janë akoma edhe më të theksuara. Prandaj, përzieni 5 lugë të vogla mjalt me një lugë të vogël krip dhe vendosni atë në një kavanoz. Çdo mbrëmje, përpara se të shkoni për të fjetur, vendoseni në gjuhë këtë përbërje, e mbani derisa të tretet dhe më pas shkoni të shtriheni. Është një mundësi shumë e mirë për të lehtësuar problemet e pagjumësisë. Gjithashtu, sipas brejtësait në këtë video, do të rendisim disa metoda të lehta, të cilat nuk përmbajnë shumë hapa të vështirë dhe mund të sjellin gjithashtu cilësinë më të mirë të gjumit në mbrëmje. Një prej tyre është edhe konsumi i qumshtit të ngrohtë. Qumshti i ngrohtë është një nga opsionet më të mira për të nxitur një gjumë të thellë dhe komod, duke evituar kështu edhe problemet e pagjumësisë. Triptofani, që gjendet te qumshti, rrit serotoninën në trurin tuaj, një substancë që na jep ndjenjen e lumturisë, gjithashtu edhe të mirëqenies, duke dhënë rezultate të duhura sidomos në këto aspekte dhe në sjelljen e cilësisë më të mirë të gjumit, citon Step to Health. Hormoni melatonin prodhohet më shumë në këto kushte dhe është thelbësor pasi është i aftë edhe të përmirësoj cilësinë tuaj të gjumit dhe t'ju bëjë më të çlodhur në mbrëmje. Çaji mentes është një tjetër alternativë shumë e mirë për të shtuar në dietën tuaj, në rast se doni të keni një gjumë më komod, më cilësor dhe më pak probleme, sidomos gjatë periudhës së natës. Përzgjedhja e duhur e këtyre ushqyesve në dietën tuaj do të nxjisë një organizëm më të shëndetshëm dhe më të mirë, duke çliruar kështu muskujt, duke u relaksuar më mirë. Nëse jeni duke u përgatitur për një provim ose një prezantim të rëndësishëm që ju mban në stres, ky çaj është një opsion i shkëlqyer për të marrë parasysh për të konsumuar pasdite. Lëngu i qershive gjithashtu është një ndihmë shumë e mirë, e cila mund të aplikohet fare lehtë në situatën tuaj. Lëngu i qershive si qumshti përmban triptofan, prandaj ai mund të prodhojë hormonin melatonin, duke përmirësuar kështu cilësinë tuaj të gjumit. Ky lëng është testuar në disa studime për të trajtuar pagjumësinë dhe është provuar të jetë një nga opsionet më efektive për ta luftuar atë, duke siguruar më shumë orë pushimi gjatë natës. Qumshti i kokosit është një zgjedhje tjetër ushqyese për situatën tuaj. Qumshti i arrës së kokosit përmban magnez dhe kalium, 2 minerale që janë të afta të relaksojnë muskujt dhe të sigurojnë një gjumë më të mirë. Përveç kësaj, zvogëlon presionin e gjakut e ndjen veshka. Falsasive të mëdha të elektroliteve natyrore ndihmon trupin të ekuilibrohet dhe të relaksohet më mirë. Smoothit me banane dhe qumësht
Bajamesh mund të jenë gjithashtu një zgjedhje shumë e mirë, duke dhënë rezultate mjaft cilësore për dietën tuaj edhe kundër problemeve të pagjumësisë. Bananet gjithashtu përmbajnë edhe triptofan, dy prej mineraleve kryesore që relaksojnë muskujt siç janë magnezi dhe kaliumi. Fruti ka efekte qetësuese dhe gjithashtu mund të lehtësojë shumë situatën tuaj. Gjithashtu sasia e fibrave dhe karbohidrateve do ta mbushin më mirë stomakun tuaj, duke çuar kështu në një ndjenjë të ngopjes gjë që rrit dëshirën për një gjumë më cilësore gjatë ditës. Çaji i jeshil gjithashtu mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë lehtësuese në situatën tuaj. Ai është i pasur gjithashtu edhe me antioksidant dhe përfshirja e tij vazhdimisht në dietën tuaj mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për të evituar alternativat me kafeinë. Ai përmban taninë dhe promovon relaksimin më të mirë duke lehtësuar kështu stresin fizik, duke u mbajtur për një kohë më të gjatë të qetësuar dhe t'i ofrojë një gjumë më të mirë. Qumshti i bajameve. Bajamet janë të ngarkuara gjithashtu edhe me gjithçka që trupit i duhet për të marrë një gjumë të thellë dhe më komod gjatë natës. E pasur kryesisht me magnez, qumshti i bajameve ka provuar të jetë shumë efektiv edhe kur bëhet fjala për promovimin e gjumit, për shkak të efekteve të mineraleve që ai përmban. Si qumshti i lopës, qumshti i bajameve ka triptofan dhe falë kësaj trupi juaj mund të prodhojë nivele shumë të mira të melatoninës. Ky hormon është thelbësor për të rregulluar oraret e gjumit dhe kjo është një arsye pse njerëzit me pagjumësi kronike priren të marrin më shumë shtesa të melatoninës në dietën e tyre ditore. Çaji i kamomilit është një tjetër alternativë, e cila mund të japë rezultate fantastike për cilësinë tuaj të gjumit dhe jo vetëm. Ka efekte zbutëse për trupin. Zakonisht rekomandohet për dhimbjet e stomakut pasi mund të ndihmojë edhe me tretjen, gjithashtu edhe me tensionet e brendshme. Sidoqoftë, kamomili është provuar të jetë shumë efektiv në zvogëlimin e simptomave siç është stresi, të cilat mund të nxisin pagjumësi dhe ankth. Çaji i rrënjës valeriane gjithashtu mund të jetë një ndihmë shumë e mirë për sa kohë përdoret me kujdes në dietën tuaj ditore. Rekomandohet për një gjumë më të mirë, mjafton ta përdorni si duhet dhe ndikimi menjëhershëm në organizëm do të bëjë ndryshimin tuaj ditor. Është e rëndësishme që nëse vuani nga pagjumësia kronike të adresoni atë tek mjeku juaj, në mënyrë që të evitoni edhe shkaktarët e vërtet që mund të nxisin probleme me gjumin. Gjumi duhet të bëhet i plotë çdo mbrëmje, pasi në të kundërt do të fillojë të krijojë edhe probleme në organizmin tuaj. Ushqimi mund të ndikojë në cilësinë tuaj të gjumit, ndërsa ushqimet që përmbajnë kafeinë ose sheqer mund të stimulojnë një sistem nervor, këtë e bëjnë edhe më të vështirë për të fjetur gjumë gjatë natës. Ushqimet e tjera kanë efekte të kundërta dhe nxisin edhe pagjumësinë. Kafeina, alkooli, sheqeri dhe ushqimet e rënda nuk rekomandohen kurrë përpara se të shkoni në shtrat, për shkak të zgjedhjeve të tyre të gabuara. Kimikatet në trup mund të prishin nivelin e sheqerit në gjak dhe të çojnë në zgjime të shpeshta gjatë natës. Në zgjidhje të mirë është edhe kaliumi, një mineral i fuqishëm që do të qetësojë sistemin tuaj nervor. Magnezi është gjithashtu i domosdoshëm. Bajamet janë të pasura me magnez dhe janë të shkëlqyera gjithashtu për relaksimin tuaj më të mirë të muskujve, ndaj përfshirja e tyre në dietën tuaj mund të jetë një element shumë i mirë lehtësues kundër problemeve të pagjumësisë. Ato përmbajnë edhe yndyrna të shëndetshme dhe fibra, gjithashtu edhe stabilizojnë nivelet e sheqerit në gjak, gjë që është shumë e rëndësishme që të pengojnë edhe problemet e pagjumësisë. Mjafton një grusht me bajame në ditë ose edhe rreth 30 gram dhe do të ofroni një zgjedhje më të mirë ushqyese në rastin tuaj kundër problemeve të pagjumësisë. Nëse po kërkoni zgjedhje të tjera ushqyese, kivi i konsumuar gjatë ditës mund të jetë një ndihmë shumë e mirë, por edhe qershit e freskëta gjatë sezonit mund të nxisin një gjumë më të mirë dhe më të thellë dhe komod gjatë mbrëmjes. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj
ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.